Hajduti I vdekshëm. Pse po e shesim kohën për asgjë? Nëse dikush do të futej në shtëpinë tuaj dhe çdo ditë do t'ju vithe nga kuleta 10, 20 apo 50 euro, ju nuk do të qëndroni të duar kryq. Do të alarmonit policin, do të mbyllnit dyert, do të luftonit për të mbrojtur pasurinë tuaj. Por ndërsa po shihni këtë video, një hajdut shumë I rrezikshëm është futur në jetën tuaj. Ai nuk po vjedh parat. Ai po ju vjedh diçka që asnjë miliarder në botë nuk mund ta blejë dot. Kohën tuaj. I jetojmë në epokën e humbjes së madhe. Koha jonë e lirë po shkrihet si akulli në diell, e glabëruar nga rrjetet sociale, videot e pafundme pa vlerë, lojrat, tashetemet dhe bisedat boshe që zgjasin me orë të tëra nëpër kafene. Kemi krijuar iluzionin se kemi shumë kohë, se jeta është e gjatë dhe se po e vrasim kohën për të shtyrë ditën. Por e vërteta është krejt ndryshe. Nuk po e vrasim ne kohën. Koha po na konsumon ne, duke na afruar çdo sekond e më pranë varrit. Për të kuptuar rëndësinë e kohës në Islam, mjafton të hapim Kuranin famlart, kur Zoti I gjithësisë dëshiron të tërheqë vëmendjen e njerëzimit mbi diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. Ai betohet në të, dhe në Kuran, Allahu I madhëruar betohet për kohën më shumë se për çdo gjë tjetër. Ai thot: "Pasha agimin, pasha natën, pasha paraditen." Dhe në një nga suret më të shkurtra, po më të thella të Kuranit ai thot: "Pasha kohën." Vërtet, njeriu është në humbje të sigurt, përveç atyre që besojnë, që bëjnë vepra të mira, që këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe që këshillojnë njëri tjetrin për durim. Surja Asr 1:3. Allahu nuk thot se njeriu mund të jetë në humbje. Ai betohet në kohën për të vërtetuar se çdo sekondë që kalon pa besim dhe pa vepra të mira është një kapitull I humbur për gjithmonë. Koha është vetë substanca nga e cila është ndërtuar përjetësia jona e ret. Çfarë po mbjellim sot në sekondat tona, do ta korrim nesër në amshueshmëri. Në kulturën tonë shqiptare ekziston një shprehje e famshme: koha është flori. Një fjalë e urtë që prindrit tanë e kanë përsëritur shpesh. Por a ka lidhje kjo me fen? A e kundërshton Islami këtë mendim? Në të vërtetë, Islami jo vetëm që nuk e kundërshton, por e ngre këtë koncept në një nivel shumë të lartë. Dietari I madh I hershëm Hasan el Basri ka thënë një fjalë që e lë pas kuptimin e thjeshtë të floririt. O biri I Ademit, ti nuk je asgjë tjetër veçse një grumbull ditësh. Kur ikën një ditë e jotja, ka ikur një pjesë nga ti. Floriri mund të humbas sot dhe të fitohet përsëri nesër me punë. Pasuria mund të shkatërrohet, por mund të rindërtohet. Por koha, një sekondë që ikën, nuk kthehet më, edhe sikur të shpenzosh gjithë pasurinë e kësaj bote. Prandaj për muslimanin, koha nuk është thjesht flori. Koha është vetë jeta. Është mundësia e vetme për të fituar kënaqësinë e Allahut. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka dhënë një diagnozë të saktë për gjendjen tonë aktuale. Ai e dinte se njeriu ka prirje të nënvlerësojë gjërat që I ka me shumicë. Në një hadith monumental, ai ka thënë: "Ka dy mirësi dhunti, në të cilat shumica e njerëzve janë të mashtruar, humbës, shëndeti dhe koha e lirë." Mendojeni fjalën të mashtruar. Ne mendojmë se jemi të fituar kur rrim me orë të tëra pa bërë asgjë, kur argëtohemi në haram apo në kotësi, por në fakt jemi të mashtruar nga vetvetja dhe nga djalli. Në një ditë tjetër, profeti alayhis salam na paralajmëron se pyetja e parë në ditën e gjykimit, përpara se këmba e njeriu të lëviz, do të jetë pikërisht për kohën, për jetën e tij si e ka kaluar dhe për rinin e tij se ku e ka konsumuar. Çfarë përgjigje do t'i japim? Do të themi se kaluam mira orë për të parë video të shkurtra në rrjetet sociale, ndërsa nuk gjetëm dot 5 minuta për të falur apo për të lexuar një ajet? Atëherë, çfarë duhet të bëjë një musliman? Si duhet ta organizojë ai jetën e tij? Islami nuk kërkon nga ne që të jemi robot apo të qëndrojmë 24 orë në xhami. Islami është feja e ekuilibrit, por muslimani vërtet nuk e njeh fjalën mërzitje apo nuk kam çfarë të bëj. Një musliman I suksesshëm e ndan kohën e tij në 3 shtylla kryesore. 1. Koha për Zotin e tij. Namazi në kohë, dhikri, leximi I Kuranit. Kjo është ushqimi I shpirtit që I jep bekim pjesës tjetër të ditës. 2. Koha për dynjan e tij. Studimi me nota të larta, puna me ndershmëri, zhvillimi I aftësive të reja, kujdesi për shëndetin dhe trupin përmes aktivitetit fizik. 3. Koha për familjen dhe shoqërinë, ndihma ndaj prindërve, vizita e të afërmve, kryerja e punëve vullnetare që I bëjnë dobi komunitetit. Profeti alayhis salam ka thënë: "Nga Islami I mirë I një njeriu është lënia e asaj që nuk I përket, që nuk I hyn në punë." Kur ti largon nga jeta jote aplikacionet që të vjedhin vëmendjen, njerëzit toksik që vetëm thashetheme bëjnë, dhe aktivitetet që nuk të sjellin dobi as për këtë botë as për tjetrën, ti sapo ke fituar lirin tënde. O robi I Allahut,
Kjo video që po shes zjati vetëm pak minuta. Gjatë këtyre minutave, me mira njerëz në mbar botën dhanë shpirt, për ta koha mbaroi. Ata do t'jepnin çdo gjë që ekziston në tokë vetëm për t'u kthyer edhe për të thënë një herë të vetme, subhanallah, apo për të bërë një sejdë, por për ta është vonë. Për ty që po dëgjon zërin tim, nuk është vonë. Ti ke ende frymarrje, ti ke ende kohë. Kjo video është një alarm zgjimi për ty. Mos thuaj do të ndryshoj nesër, sepse e nesërmja nuk është e premtuar për askënd. Mbyllë këtë video, fike telefonin nëse nuk ke diçka me vlerë për të bërë dhe fillo të jetosh me qëllim. Investo në sekondat e tua, përpara se ora e jetës tënde të ndaloj përgjithmonë. O Zot, ne jep bekim në kohën tonë, na ruaj nga përtacia dhe na bëj prej atyre që i shfrytëzojnë ditët e kësaj bote për të ndërtuar pallatet e xhenetit në botën tjetër. Amin.